kështu. Tha Waraka, tha kjo është melaçja që i ka zbrit dhe i ka ardhur edhe Musa a.s. edhe Isa a.s. Tha kjo është melaçja, është për qëllim Xhibrili a.s. Erdh Waraka te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ti je i dërguari i Allahut. Ti tha je pejgamberi i Zotit. Ky është njeriu i parë i cili e diktoi dhe kuptoi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bë pejgamber. Waraka ibn Nawfal ishte njeriu i parë i cili e kuptoi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bë pejgamber. Hatixha e kuptoi se i ka ndodhur diçka e madhe, më nuk di kemi thon pejgamber. Waraka i tha ti tha je bë pejgamber. Ti tha e ke vazhdu udhën e Musës dhe Isës alayhis salam. E çaj melaçe Xhibrili që të ka ardhur ti, është melaçja që i ka ardhur Musës alayhis salam edhe Isës alayhis salam. I tha Waraka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e tha ti shakon i ri, se ishte plak moshën e pleçnis, ishte Waraka ibn Nawfal. Tha ja Rasulullah, tha sikur ti shakon i ri edhe i fort, që të të ndihmoj, tha, kur kanë me të nxerr me kasit prej Mekkës. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mukhrijiyahum, tha si tha, ato mu kanë me mëzirë, tha ato mu më dojnë shumë, ato më respektojnë shumë, më nderojnë shumë, jam njeri më i mirë, më besnik, el emin më thirin Mekke, tha s'ka shanse me më përzon mu. Tha Waraka, o Muhammed, tha, nuk ka pejgamber që ka ardhë me këtë që ti ka ardhën e populli vetë të mos e përzën nga vendlindja e vete. S'ka shanse, tha. Nuk ka pejgamber që i ka ardhur Xhibrili dhe ka pru shpallën e vendasit e vetë të mos e përzon nga vendlindja e vetë. U habit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo këto janë standardet e dyfishta që njerëzit s'kan qef me ndëgju të vërtetën shpesh herë fatkeqësisht. Që vërteta e cila është në moment të parë e idhët, por është ilaç për jetë e për ahiret, fatkeqësisht shpesh herë njerëzit nuk kanë qef me ndëgju. Kanë qef që me vabo qefin, me anë të fesë. Nuk ka qef me fe, o xhamat. Dhe dijeni fort mirë se çdo kush që ta bën qefin dhe fol sipas qefit tënd, në sot dinit dhe të fesë, dije sa e ka bo helaç edhe vetin edhe ty të ka bo helaç. Ndoshta të ka ardhur mirë, të ka ardhur këndshëm, pse në moment parë ka fol sipas qefit tënd, që me ta bo një haram halal, apo një halal me ta bo haram, apo ka gjikun që është në dobin tënde dhe që është në kajrin tënë, dije se edhe vetin e ka bo helaç ai person, edhe ty të ka bo helaç. Qofta i hoq, qofta i diçka tjetër, çka të dush thuj. Edhe hoxha më i madh në ta ketë çalmën më të madhe 2 metra të gatë. Nëse e fol dinin sipas shefit tënd, u ka bo helaç vet, edhe ty të ka bo helaç. Edhe ty të ka bo helaç. Por se pyeti njerëzit që ta flasin dhe ta tregojnë të vërtetën dhe hakun. Dhe kjo është poenta jonë. Dhe shpeshher na e hasim një gjë të tillë, kur flitet dhe tregohet e vërteta dhe haku, njerëzit ndodh që her pas heri mu i dhëru dhe mu ofendu. Pse e ka folën dikush të vërtetën, pse ka gjiku diçka që ati nuk i kovendon, pse e ka tregu një haram që ai është duke e bo, apo pse e ka ndalu një ndales që ati i aprish interesin e dunjos. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë nuk muj ke me kuptu, derisa dul në Mekke, mas një kohë kur ta tregojmë edhe ndodhin, e kur ju tha se janë pejgamber, tha çka pas ke dal pe mendve. Kush pas ka bo si hir? Dikush tjetër i tha, ti tha se i ribasta ije. Kina mendu se i gjalimir, ama të hiç s'ka ke kone. Veç pse ju tha largoni shirkut, adhurojni Allahun, mos i bëni sejdë drunit e gurit, bëni sejdë Zotit. Këtë kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për një moment, për një çast u bë njeriu më i keq në Mekë, vazhdim me lenin Allahut në ligjëratën e ardhshme. Ju të kisha lutur që me ecë para, ka vajgë zbrastira me safëve, mushtin